Të nderuar mësimdhënës, sot do të mësojmë se si do të krijohet një orë përmes platformës nacionale. Ne fillimisht duhet të kyçemi në Google Chrome apo në Internet Explorer. Hapi i parë që duhet të bëjmë, duhet të shënojmë webfaqen e platformës nacionale, lms.schools.mk. Më pas, hapet faqja nacionale dhe ne klikojmë në login. Pasi të kyçemi në platformën nacionale, ne duhet të planifikojmë një orë mësimore. Hymë tek opsioni kursi im. Dhe te opsioni kursi im i kemi të gjitha lëndët dhe të gjitha klasët që ne ligjerojmë. Për shembull, 8-1 gjeografi, 7-6 gjeografi, 8-4 e kështu me radhë. Do të kyçemi te 8-1 gjeografi. Të gjithë ato mësimdhënës të cilët kanë vështirësi në gjuhën angleze, ekziston mundësia që platformën ta shndrojnë në gjuhën shqipe. Për të hyrë dhe për të organizuar një orë mësimore, fillimisht duhet të shtypim butonin aktivizo redaktimin. Pasi të aktivizojmë redaktimin, hapet mundësia që ne të shënojmë temat dhe të planifikojmë njësitë mësimore. Për shembull, tek tema e parë, dua të shtoj një aktivitet apo resurs. Te aktiviteti, resursi dhe ne i kemi disa mundësi se si duam ta realizojmë njësinë mësimore. Mirë, po pasi ne gati një muaj kemi punuar me MC Teams, do vazhdojmë edhe këtë njësi mësimore ta organizojmë me MC Teams. Klikojmë Sign In, krijojmë një meeting link dhe shënojmë. Për shembull, duam të realizojmë orën për ditën e premte dhe ora fillon prej 1:25 dhe mbaron në ora 1:55. Krijojmë linkun. Dhe tani më linki është krijuar me sukses. Kemi mundësi të kufizojmë qasjen. Për shembull, shto kufizimin dhe përfundimin aktivitetit, parandaloni hyrjet me një datë të caktuar. Për shembull, klikojmë tek data dhe nxënësi ka mundësi të kyçet prej orës të cilën ne e planifikojmë. Pra ne planifikojmë orën me datën 30 dhe ora fillonte prej 1:25, ne kemi mundësi që ta kufizojmë kyçjen dhe ta bëjmë prej ora 1:20. Pra 5 minuta kam lënë hapësirë që nxënësit të kyçen në Teams. E ruajmë
linkin që kemi krijuar. Dhe ja, në kalendar kemi krijuar 8-1 gjeografi. Për të kyçur në njësim simore, duhet të shkojmë në aktivitet dhe automatikisht hapet faqja e Teamsit dhe ne mund ta realizojmë njësinë mësimore.